FB TV. Ju përshëndes të gjithëve. Me dëgjoni pak. Dëgjoni si është puna. Ka disa sekrete që njeriu i mban me vete gjithë jetën dhe nuk ja thot askujt, por unë po e ndaj me ju këtë histori. Jam 32 vjeçe e martuar. Jeta ime duket krejt normale nga jashtë, por brenda familjes ka një tension që e di vetëm unë dhe një person tjetër, kunati im, vëllai i madh i burrit. Ai quhet Beni, është 38 vjeç. Ajo që njerëzit nuk e din është se unë Benin e kam njohur shumë kohë para se ta njihja burrin tim. Kemi qenë bashkë në të njëjtin universitet. Ai ishte në vitet e fundit të masterit, unë sapo kisha filluar. Përshëndeteshim, pinim ndonjë kafe në grup dhe gjithmonë kishte një farë tërheqjeje mes nesh. Kishte nga ato shikimet që tregonin shumë, por askush nuk e merrte hapin i pari. Pas sa kohësh, fati e deshi që unë të njihja vëllain e tij më të vogël. Ai ishte më i shkathet, me doli hapur, u lidhem dhe pas disa kohësh u martuam. Kur Beni e mori vesh që unë u lidha me vëllaun e tij, nuk tha asgjë. U soll sikur nuk kishte ndodhur gjë. Por që nga ajo ditë, mes nesh mbeti një lloj inati i fshehur. Kur u martova dhe u bëm në një shtëpi, ai vinte shpesh tek shtëpia jon për darkë. Aty filloi një lojë që zgjati disa kohë. Ne të dy vetëm grindeshim, e kishim bërë si zakon. Ai më ngasmonte për ushqimin e më thoshte e pas ke bërë gjellen shumë të kri për sot. E unë që ja ktheja, po s'te pëlqeu, gjej një grua të gatuaj, e mos rri beqar der më der. Burri im qeshte, e merrte si shaka mes kunatës dhe kunatit, por nuk ishte shaka. Sa herë që burri kthente kurrizin për të marrë diçka nga frigoriferi, Beni më ngulte syt me një inat dhe një dëshirë që më lexonte nga koka të këmbët. S'kishte asnjë fjalë të tepërt, kishte vetëm shikime të ashpra. Pas kaq vitesh, Beni më në fund vendosi të blinte një shtëpi të re, një shtëpi të madhe, por që ishte bosh dhe donte shumë punë për t'u pastruar e për t'u sistemuar. Disa kohë pasi e bleu, me merr në telefon një të shtunën e mëngjes. Burri im kishte dalë me shokët e tij për të parë një ndeshje futbolli. Dëgjo si është puna, më tha Beni në telefon. E di që ke inat të më ndihmosh, por shtëpia është bërë katastrofë. Ka pluhur kudo. E di që ti je fiksuar pas stërtisë. A vjen t'i fusim një dorë se s'po din nga t'ja filloj. Unë u mendova pak. Mirë, po vi, thash, po vetëm 2 orë kam kohë, edhe pse s'kisha asnjë punë tjetër. Vesha një paltuta sportive të thjeshta, një bluzë pambuku pa mëng, i kapa flokët të poz lart dhe shkova. Shtëpia time të vërtet që është e madhe, e ai me pritet tek dera, i veshur me një palë xhinse të vjetra dhe një kemish pune të hapur nga djersa. Më në fund erdhi inspektoria, tha kunati duke qeshur. Unë s'kisha kohë për ato lojrat e tij dhe fillova të punoja. Edhe ai po pastronte një kosisht, e ndezem pak muzikë në sfond. Ai po pastronte në një anë e unë anën tjetër. Unë po fshija pluhrat e raftave në salon, kurse ai filloi të montonte një tavolinë të vogël. Puna asolli që po lëviznim rreth e rrotull njëri tjetrit. Kaluan 2 orë dhe vapa u bë e madhe. Unë kisha hipur mbi një stol të vogël druri për të pastruar raftin më të lartë si për një dritareje. Ma jep pak atë leckën e thatë që e ke aty mbi tavolinë, i thash atij nga lart. Beni u ngrit, mori leckën dhe u afrua. Në vend që të ma jepte në dorë,
Ai e kaloi dorën për gjatë këmbësime që kisha me tutat e shkurtra dhe mbështeti tek gjuri im. Nuk e hoqi dorën, e unë ndalova lëvizjet. E ktheva kokën në poshtë e habitur, e ai po më shikonte direkt në sy. Shumë i lartë ky rafti, po të mbaj që të mos të biesh, më tha me një zë tjetër të ulët e të ngadalt. Nuk bie, i thash, kam mjaft ekuilibër, duke ja tërhequr leckën nga dora, por pa bërë asnjë hap tjetër. Përfundova aty, zbritem e hëngrëm diçka të shpejt. Dhe loja vazhdoi. Ai gjente arsye të kalonte shumë ngjitur me mua. Sa herë merrim fshesën, apo kalonim nga kuzhina tek balkoni, ai më fërkonte supet aksidentalisht, e unë bëja sikur se kuptoja e vazhdoja punën. Por në fakt, e vërteta ishte ndryshe, që po e kërkoja edhe unë atë afërsi. Ishte një tension që ndoshta ju nuk e kuptoni, por që po mblidhej që nga koha e universitetit. Dëgjuesi ndoshta tani do të presim që ne ushtrim të tapeti i ri ose tek dhoma e gjumit e bëm namin, por jo. Kur je i rritur dhe e di se çfarë rrezikon, gjërat nuk ndodhin ashtu pa u siguruar mirë. Ishte bërë pas dite vonë, e dielli kishte rënë dhe në shtëpi hyri një dritë hije e qetë. Ne kishim mbaruar pothuajse gjithçka, e shtëpia po shkëlqente. Po mblidhja disa kuti kartoni boshe për t'i nxjerrë jashtë. E shtëpia kishte një korridor mjaft të ngushtë që lidhte sallonin me dhomat e tjera. E unë i kisha marrë kutit në të dyja duart dhe po esja përpara. Nga ana tjetër e korridorit, përballë meje po vinte Beni. Në atë hapësirë, ose duhej të kalonte njëri ose tjetri. E ne nuk ndaluam, as unë e asaj. Provuam të kalonim të dy në të njëjtën kohë dhe u bllokuam. E krahërori i tij u përplas me kutit që po mbaja unë, e trupat tanë u ngjeshën. Me lër të kaloj, i thash me një zë thuajse të shterrur. Nuk të lë, më tha ai. Bizotroi një heshtje, e muzika që kishte qenë në sfond, veç se ishte fikur. Nga që s'po flisnim asnjëri, dëgjohej vetëm zhurma e makinës poshtë në rrugë. E ai ishte aq afër sa i ndjeja edhe erën e djersës pas gjithë asaj dite pune, por në fakt ishte një aromë burrërore që më trullosi. Sytë e tij nuk kishin më atinatin e darkave familjare. Kishin një qëllim tjetër. Unë nuk dija çfarë të bëja, kështu që thjesht e pash drejtën e sy. Mënyra se si ndodhi nuk ishte nga ato rrëmbimet apo as ngritjet e duarve, sepse ishte diçka krejt tjetër. Ai më kapi nga kyçet e duarve dhe më shtyu duart poshtë, aq sa kutitë e kartonit të më binin nga duart dhe të përplaseshin e dysheme. Por as nuk mi kishte lëshuar kyçet e tij nga dora. I mbajti duart e mia të bllokuara poshtë për gjatë trupit tim, duke më bërë të mos kisha asnjë mundësi lëvizje. Pastaj u ofrua edhe më tepër, duke mbyllur çdo hapësirë mes nesh fizike në atë korridor të ngushtë. Ai vetëm uli kokën, duke më parë në sy, ndërsa unë që ulja syt poshtë. Filloi të më puthte me një budësi që ishte më e rëndë se çdo lloj force tjetër. Buzët e tij ishin edhe të njoma, por ishte puthje jashtëzakonisht e thellë dhe e qetë. Ishte puthja e një njeriu që kishte pritur 10 vjet për ta bërë këtë gjë. Unë hapa syt për një sekond nga habia, por prap i mbylla me një herë. E tërheqja që kisha ndrydhur me vite mori kontrollin. I largova duart e mia që ai akoma po mi mbante. E i futa thellë në xhepat e pasme të xhinseve të tij dhe tërhoqa trupin e tij fort drejt meje, duke e kthyer puthjen me të njëjtën uri të heshtur.
Për disa qaste, aty në atë korridor, nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjni videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjni subscribe.